Njëri vëllan në akuzë zyrtare nga prokuroria e posaçme për disa vepra të rënda penale, ndër të tjera pjesëmarrje në grup kriminal, teksa vëllai tjetër drejton një nga dikasteret më të rëndësishme të shtetit shqiptar, ato të kryediplomatit, i cili ka marrëdhënie direkte me shtetet më të rëndësishme të botës. Bëhet fjalë për Ferit dhe Gëzim Hoxhën, i pari ministër dhe i dyti biznesmen, teksa kohët e fundit emrat e të dyve janë lakuar për pushtet dhe për para publike, ku Feriti ka ngritur shkallët e karrierës dhe Gëzimi, pavarësisht në hetim nga SPAK, po fiton miliona euro në tendera publik. Duket se klanet që qëndrojnë pas majorancës aktuale kanë sjellë që vëllezërit të lulsojnë, njëri me poste të rëndësishme nga ambasador në ministër, e tjetri, megjithse hetohet për disa vepra penale, të fitojë lehtësisht tendera nga shumë institucione. Ironia e fatit qëndron te fakti se kompania private e Gëzimit First fiton me lehtësi një procedurë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pavarësisht se nuk kishte ofertën më të ulët. Gazetarët kanë hulumtuar një nga tenderat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me objekt auditim dhe mirëmbajtje për sistemimin e menaxhimit të sigurisë së informacionit në KQZ. Fitues ka dalë firma First në pronësi të Gëzim Hoxhës. Kjo kompani ka fituar 12.2 milion lekë të rinj, teksa në garë ka qenë edhe një firmë tjetër e quajtur Idea Devs Corporation, e cila ka ofruar rreth 10 milion lekë. Por ashtu siç ndodh rëndom në të gjitha procedurat që dyshohet se paracaktohen, edhe në këtë rast oferta e firmës që ofroi më pak u skualifikua me pretekstin se s'ka punë të ngjashme. Një skem që përdoret thuajse në të gjitha tendrat e majm, ata të cilat dihet se kush është fituesi edhe para se të shpallen, ose që dokumentet standarde nuk bëhen nga institucioni prokurues, por nga vetë firmat që marrin pjesë ose ajo që do ta fitojë. Fituesi në këtë rast është një firmë e cila është mjaft afër majorancës, qoftë me të afërmit